E braktisi basketbolin pasi nuk po mund të jetonte pa familjen e tij e cila gjendej në Amerikë. Por pa kaluar 5 muaj Samir Shaptahu po e ndjen mungesën e basketbollit aq shumë sa të familjes. Madje në intervistën ekskluzive për minuta e fundit, Samir e ka lënë të hapur mundësinë e kthimit në Kosovë për të luajtur përsëri basketboll. Vetë me thonë mund ka marrë malë pak, jo pak, por shumë për prapë luj. Mundësit kam oferta edhe ofertat shumë serioze që unë e mujtë të kthej në Kosovë dhe shansat janë tepër të mëdha të preja. Dëshira e Samirit tash e disa vite është ta vesh përsëri fanellën e Sigal Prishtinës, klub në të cilin u bë i njohur për të gjithë shqiptarët si basketbollist. Kam biseduar me Blerandin dhe me Sadin unë të kthej në Prishtinë, mirë unë nuk e kam dhënë kurrë përgjigje, as pozitive as negative. Pas pranimit të basketbollit kosovar në FIBA, klubet kanë shprehur shumë interesim për ta pasur Samirin pjesë të tyre në garat europiane. Numri i ekipeve që po e presin kthimin e tij nga Amerika është i madh. E në fund të intervistës, Samir Shaptahu ja dedikon një lutje mikut të tij, ish basketbollistit Edis Kuraja, i cili është aksidentuar ditë më parë në Prishtinë. Edis, kalçoj e veri shumë. E di që mundesh. Love you.